Kjo çështje nuk flet për njerëz të panjohur për njëri tjetrin. Nije za nepoznate ljude jedan za drugog. Ajo flet për bashkëfratar, Priča o meštanima, për të pandevrin dhe viktimat. za okrivljene i za žrtve. Ata ishin fëqinj, Oni su bili komšije, i njinin emrat e njëri tjetrit, znaju imena jedni i drugima, i njinin shtëpit dhe familjet e njëri tjetrit. znali su i drugima domove i porodice. Por me 7 maj 1999, Ali 7. maja 1999. godine, disa prej atyre që dikur ishin fëqinj, neki od njih koji su nekada bili komšije, u bën pjesë e një force të armatosur, postali su deo oružane snage që solli vdekjen, koja je donala smrt, vujtjen patnju dhe shkatrimin i razaranje tek njerëzit me të cilët kishin ndarë të njëjtin vetmbanim për vite me radhë. sa kojima su godinama delili isto naselje. Pas përfundimit të administrimit të provave, Nakon završetka izvođenja dokaza, gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, tokom ovog suđenja, prokuria konsideron se tužilaštvo smatra da është provuar përdej çdo dyshimit se i panderi Milorad Đoković tužilaštvo smatra da je van svake razumne sumnje dokazano da je okrivljeni Milorad i Đoković, njohur me Novkën Mici, poznat po nadimku Mici, në bashkëkryrje u saučesništvu me pjesëtar tjerë të forcave policore, ushtarake dhe paramilitare serbe, sa drugim pripadnicima srpske policije, vojske i paravojnih snaga, ka marrë pjesë në kryerjen e krimeve të luftës kundër popullsisë civile shqiptare učestvovao je u izvršenju ratnih zločina në fshatin Ozdrim civilnim stanovništvom u selu Ozdrim dhe fshatrat përreth të komunës së Pejës i okolnim selima opštine me Peć 7 maj 1999. 7. maja 1999. godine. Përfundim nuk mbështetet në një provë të vetme apo deklarim të një dëshmitari të vetëm. Ovaj zaključak se ne zasniva na jednom jedinom dokazu ili iskazu jednog svedoka. Përkundrezi, ai rezulton nga një tërësi provash të administruara gjatë këtij gjykimi, Naprotiv, on proizlazi iz skupa dokaza izvedenih tokom ovog suđenja, të cilat të vlerësuara individualisht dhe në ndërlidhje me njëra tjetrën, koji procenjeni pojedinačno i zajedno formojnë zinxhirin e provave që nuk lën hapësirë për ndonjë përfundim tjetër logjik përpos që përgjegjësisë penale të këtij panderi. Në lidhje me vrasjen e Sat Morinës, data u vezi sa ubistvom Esata Morine, krijoi një zinxhir të stvaraju plotë dhe koherente provuese potpuni koherentan lanac lidhur me vrasjen e Sat Morinës. u vezi ubistva Esata Morine. Nëse këto dëshmi analizohen së bashku me prova tjera materiale, Ukoliko se ovi dokazi analiziraju zajedno sa drugim materijalnim dokazima, ato krijojnë një bazë të qëndrueshme për të përfunduar oni stvaraju se vrasja e Sat Morinës ishte kryer nga pjesëtarët e forcave serbe, za zaključak da se ubistvo Esata Morine izvršeno od strane pripadnika organizovanih srpskih snaga, pjesë të cilëve ishte edhe Milorad Đoković. kao deo koje grupe je bio i Milorad Đoković. Ngjarja e dytë ka të bëjë me vrasjen e anëtarëve të familjes Krasniqi. Drugi događaj ima veze sa ubistvom članova porodice Krasniqi. Në lidhje me ngjarjen e dytë për të cilën prokuria paraqet përgjegjësinë penale të panderit Milorad Đoković, U vezi sa drugim događajem za koji tužilaštvo tvrdi krivičnu odgovornost okrivljenom Miloradu Đokoviću, rëndësitë e veçantë provuese ka dëshmia e dëshmitares Nurie Krasniqi. Në radhë të parë ekziston një provë e rëndësishme, postoji jedan veoma važan dokaz, një dokument zyrtar zvanični dokument, službeni dokument, që vendos Milorad Đoković si pjesë të strukturave policore serbe. koji stavlja Milorada Đokovića u strukturi rezervatorskih snaga Dhe ai është i on je lista e rezervistëve të regionit të Pejës, rezervista regiona područja ku Peći, emri i Milorad Đoković gde ime Milorada është i Đokovića renditur në pozitën numër 2. je broj 2 u redosledu. Çka tregon i nderuar trup gjykues se Šta to pokazuje? Poštovani sudsko veče da deri tash folëm për një grup të strukturuar dhe të do organizuar, sada smo pričali o organizovanoj i strukturiranoj grupi. dëshmitarët treguan që mesin e këtij
grupit të strukturuar ishte edhe Milorad Između ove Đoković strukturisane grupe je bio i Milorad Đoković. dhe tani kemi një dokument zyrtar Imamo jedan službeni dokument cili liston listën e policëve rezervë spisak rezervnih policajaca dhe ku mesin e tyre i gdje između njih personi me numër 2 është Milorad osoba pod brojem Đoković. 2 je Milorad Đoković. Pra, ky ishte pjesa e asaj strukture. To on je bio deo te strukture. Në kuptimin objektiv, U objektivnom smislu, nga deklaratat të dëshmitarëve iz rezulton izjava se svedoka proizlazi da Agim Shala identifikon Micin si person me rol drejtues në zonë. Agim Shala identifikuje Micija kao osobu sa vodećom ulogom u zoni. Avdullah Goshi identifikon Micin së bashku me Momčilo Vukotić, Ranko Vlahović dhe Adem Çatović si pjesë e strukturës policore që atë ditë po vepronte në Ozdrim. Abdullah Goši identifikuje Micija zajedno sa Momčilo Vukotićem, Ranko Vlahovićem, Adem Çatovićem kao pripadnici policijske rezervne strukture u Ozrimu. Qërim Elshani dhe pjesëtar tjetër Gash e vendosin Micin së bashku me pjesëtar tjerë policor në ambientet ku po mbaheshin 40 civilet arrestuar. Qerim Elshani smješta Micija zajedno sa drugim policajcima u prostorije gdje su bili smešteni uopšteni civili. Halit Gashi e vendos Micin së bashku me Momčilo Vukotić afër trupit të viktimës së Sat Morina. Halit Goši identifikuje Micija i Momčila Vukotića blizu osobe Sata Morine. Norie Krasniqi e vendos të pandirin Milorad Đoković në oborin shtëpisë së saj në momentin kur e godet. Viktimat dhe familjet e tyre nuk kërkojnë hakmarrje, ato kërkojnë drejtësi. Žrtve njihovog porodice ne traže osvetu, on traži pravdu. Duke marrë parasysh të gjitha provat e administruara, rolin e të panderit, mënyrën e kryerjes së veprave dhe pasojat e shkaktuara, Uzimajući u obzir sve izvedene dokaze, ulogu ukrivljenog, način izvršenja krivičnih dela i prouzrokovanje posljedice, prokuria i propozon gjykatës të panderin Milorad Đoković ta shpall fajtor për veprën penale për cilën akuzohet, tužilaštvo predlaže sudu da se okrivljenog Milorada Đokovića proglasi krivim za krivična dela dhe ndaj tij të shqiptojë dënim maksimal të paraparë me ligj për këtë lloj të veprës penale. i da se njemu izrekne maksimalna kazna predviđena zakonom za ovu. Gjithashtu duke marrë parasysh natyrën e veprës penale dhe lartësinë e dënimit, Uzimajući u obzir prirodu krivičnog dela i težinu kazne, i propozojmë gjykatës të akuzuarit të vazhdohet paraburgimi deri në plot fuqishmërinë e këtij gjykimi. predlažemo sudu da se optuženom odredi E mbështes trupi grupa gjykus, e mbështes prokurorin, podržavam kolegje tužica, mbështes drejtësinë, podržavam pravdu, e lo drejtësia si vendos. stavljam pravdi da Çdo vëzhgim që kom dëbuar të shpitarëve, nuk ka diçka që kanë folë, çka s'kam, as çka, po vetëm çka u folë edhe çka kanë pa edhe çka kanë. Kërkoj për veti pe 2002-ës, 1999 kur jam i zonën në Rab edhe rastin e vllavt që kom pa, kërkoj pe gjykate, pe drejtësie, të paguhet domi, da mi se naplati kazna edhe si burgosëm që i më kao konë, zatvorenik edhe që beja soj ditën e sotit, nuk jam mirë, e me gjendje shëndetësore, psiqike, fizike, edhe ekonomike. fizičkom stanju. Ju faleminderoj. Hvala vam.